Generali Ozgan Ulutesh, komandanti i KFOR-it, mirë se keni ardhur në program dhe në Klan Kosova. Faleminderit shumë, faleminderit që më keni ftuar sot. Pyetja ime e parë ka të bëjë se kemi vendimin e NATO-s, siç e quajnë ata, optimizimin e pranisë në Kosovë. Si duket ky proces, si do të duket në praktik, në teren? Njoftimi i fundit se NATO-ja do të vazhdoj të optimizoj praninë e KFOR-it në Kosovë, në fakt bazohet në vlerësimin ton kolektiv se situata e sigurisë në Kosovë ka vazhduar të përmirësohet gjatë viteve të fundit. Pra, ndërsa situata e sigurisë në Kosovë mbetet përgjithsisht e qëndrueshme, ne do të sigurojmë që misioni ynë të mbetet i përshtatshëm për detyrën. Dua të bëj të qarta 2 pika. E para, të gjitha ndryshimet për numrin e KFOR-it do të jenë të kalibruara dhe graduale. Ato do të bazohen në kushtet në teren dhe do të jenë të kthyeshme nëse kërkohet ose lidhet me çfarëdo zhvillimi të rëndësishëm të sigurisë që mund të ndikojë në sigurinë lokale dhe stabilitetin rajonal. E dyta, KFOR-i do të vazhdojë të mbetet i pajisur dhe i pozicionuar në gjithë territorin e Kosovës për të vazhduar kontributin e tij në një mjedis të qetë dhe të sigurt për gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe për lirinë e lëvizjet. Këtë do ta bëj në përputhjen e mandatit të tij afatgjatë të OKB-s të bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999. Dhe definitivisht kjo bëhet në çdo kohë në mënyrë të paanshme dhe në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin e BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë e Ulekse në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë. Pra, ne do të mbetemi të përqendruar plotësisht në përmbushjen e misionit ton në Kosovë. Atëherë, si ky proces i optimizimit do të ketë ndikim në praninë amerikane në KFOR? Shtetet e Bashkuara mbeten kontribues kyç në KFOR dhe janë plotësisht të përkushtuar të vazhdojnë kontributin e tyre për siguri të qëndrueshme në gjithë territorin e Kosovës dhe stabilitet në mbar Ballkanin Perëndimor. Unë dhe i gjithë personeli i KFOR-it në komandën time mbetemi plotësisht të përkushtuar në misionin tonë. Dhe kur kemi këtë procesin e optimizimit, KFOR-i dhe NATO-ja a do të rrisin bashkëpunimin me policinë e Kosovës, me forcën e sigurisë së Kosovës, për këtë po flasim për vitin e ardhshëm kur procesi